Zonja kryetare, të nderuar kolegë, të nderuar qytetarë të Shqipërisë. Sot nuk ngrihem në këtë foltore për të komentuar një rezultat. Ngrihem për të denoncuar një farsë. Ngrihem me modesti për të kontribuar në ekspozimin dhe një shërimin një plagë nga më të rënda të historisë bashkëkohore. Zgjedhjet e 11 majit nuk ishin as të lira, as të ndershme, as përfaqësuese. Ato ishin një proces i kontrolluar, një teatër pushteti, një simulakër demokracie. Partia Socialiste, Partia Shtet, Qeveria Shtet, Kryeministri Shtet, organizuan jo një garë reale, zgjollën të ndërtojnë një proces të mbyllur, ku çdo element ishte i kontrolluar dhe i komanduar politikisht dhe shtetërisht. Kolegët e mazhorancës, ju e nisët udhëtimin regresiv duke izoluar liderin e opozitës Sali Berisha, duke penalizuar opozitën për një kohë të gjatë, e bët me vetdije. Ky akt dëshmoi një mendësi që më shumë i ngjan regjimit të vjetër, trashëgimtarët e secili shumë për jush fatkeqësisht janë, se sa një demokracie që aspiron standarde europiane. Në ligjërimin tuaj dëshmohet një përpjekje orkestruar për ta shpallur opozitën të panevojshme, për ta përçmuar, për ta futur në presion, për ta tallur, për ta shtypur, për ta denigruar dhe asgjësuar. Por pikërisht në këtë moment, secili për jush i ka hequr vetes garancit sublime që pluralizmi i siguron një shoqërie e cila aspirat ka standarde demokratike. Po vraponi drejt se panjohurës me një naivitet të rrezikshëm dhe nuk do të keni kohë të pendoheni. Sot nuk jeni më individ me identitet politik, jeni kthyer në numra, në pritje të urdhrave nga një person i vetëm që po e shndron Partinë Socialiste në mekanizëm kontrolli absolut. Ju po e vrisni Republikën nga Afrika. Ju u shndërruat në atentatorët e së armës të fëmijëve tonë dhe tuaj, sepse duke hequr dorë nga liria juaj dhe nga pluralizmi, po vulosni fatin e një Shqipërie që do të ngelet të bllokuar në dilema ekzistenciale. Partia Socialiste, ashtu siç funksionon sot, nuk është më një forcë politike, por një makineri, llune dhe pushteti që po shkatron themelet demokratike të vendit tonë. Ju duartrokisni, sepse mendoni se keni fituar, por në të vërtetë keni humbur. Jeni bërë viktimat e zellit, të urrit dhe të nënshtrimit. Prandaj sot, me përgjegjësi të plot po ju them, zgjedhjet e 11 majit nuk i shërbyen demokracisë, nuk i shërbyen qytetarit, nuk i shërbyen Shqipërisë. Ato i shërbyen vetëm një qëllimi, vazhdimit të sundimit të pakicës mbi shumicën, sundimit personal të Edi Ramës mbi ju dhe mbi çdo qytetar që e pranon sundimin. Sot sundimi i mazhorancës është kthyer në një tirani ndaj shumicës së qytetarëve. Sot sundimi i shumicës qeverisë së jo legjitime, në fakt pakicës së shtirës i shumicës me vota të rrëmbyra, është kthyer në një tirani ndaj shumicës së qytetarëve. Të nderuar kolegë të mazhorancës, ju që sot e quheni këtë një fitore, kujtoni mirë këtë fjali. Ju nuk e mundet Partinë Demokratike, ju e mundet Shqipërinë për një çast historik. Shqiptarët që kanë punuar kundër Shqipërisë, ju e dini vetë si thret historia. Duke ndalur rotacionin, nuk keni ruajtur stabilitetin, por keni ndalur qarkullimin e ideve, keni ndalur besimin e qytetarëve tek vota, keni cënuar dinjitetin e tij, keni shkelur garancit kushtetuese dhe barazit para ligjit. Ju i ftoni qytetarët të braktisin dhe të ikin nga ky vend. Dhe po kaq e rëndësishme duke bërë këtë, i keni mohuar vetes mundësinë të jeni njerëz të lirë, sepse kur një sistem funksionon vetëm në një drejtim, as ju nuk jeni më përfaqësues. Jeni kthyer në peng të pushtetit që mendoni se e keni. Në vend që të garonit me ide, garuat me presion. Në vend që të fitoni zemrat e qytetarëve, fituat frikën në shumë vende dhe urrëtitjen e tyre. Por urrëtitja nuk ndërton paqe. Frika nuk ndërton demokraci. Frika ndërton heshtje. Dhe heshtja, kolegë, është fundi i përfaqësimit. Në një shoqëri demokratike, rotacioni është shenjë shëndeti, jo krize. Sepse asnjë pushtet nuk është i përjetshëm, asnjë manipulim nuk zgjat pafund dhe asnjë popull nuk hesht për gjithmonë.
Unë nuk flas sot në emër të një partie, flas në emër të atyre qytetarëve që votuan dhe nuk panë ndryshim, në emër të atyre që nuk votuan sepse nuk besuan më, në emër të rinjve që largohen nga vendi jo sepse Shqipëria nuk ka bukuri, por sepse nuk ka mundësi reale për të ndryshuar me votë. Këto zgjedhje nuk konfirmuan demokracinë, ato e shben atë. Dhe nëse nuk reagojmë sot, nëse e pranojmë këtë normalitet të rrem, nesër nuk do të kemi me as votime, as opozit, as institucione. Nuk ka Shqipëri pa demokraci, nuk ka demokraci pa zgjedhje reale, dhe nuk ka drejtësi nëse heshtin përballë kësaj maskarade. Reflektoni dhe reagoni, dhe do të jetë mirë dhe për ju, sepse jo vetëm demokratët, por edhe socialistët, të gjithë shqiptarët meritojnë një vend të lirë, një vend demokratik. Faleminderit. Fjalën e ka Tauland Balla, përgatitet Gazmend Bardi.